Në shkua që për mesidis në Viber, të cilën e kemi Besar Dreshaj, të kuptojmë se si ka qenë ky vit në përgjithësi për bizneset kosovare. Zoti Dreshaj, mirëmëngjesi, shpresoj që e keni ditën mirë. Mirëmëngjesi për ju, shikuesët dhe dëgjuesit e mediumit juaj. Sot jemi me datën 15 dhjetor, jemi krejt në fund të pothuajse të këtij viti, si ka qenë ky vit për bizneset kosovare. Një përmbledhje ndoshta mund të na bësh. Po, edhe ky vit ka qenë një vit i cili mund të themi se ka qenë vit jashtëzakonisht i rëndë. Mund të krahasojmë me vitin e pandemisë, i cilin ishte i bllokuar pothuajse komplet. Mirë po ishte për shkak të diçka të cilën nuk varet nga institucionet dhe nga Shteti i Republikës Kosovës, po ishte pandemia e cila e bllokoi pothuajse botën në përgjithësi. Kështu që viti 2025 ishte vit i cili ishte bllokuar dhe ishte bllokuar nga institucionet në mungesë të politikave adekuate për të bërë bizneseve kërcuar jashtëzakonisht shumë dhe gjendja e bizneseve është jashtëzakonisht e rëndë. Kjo si rezultati politikave jo adekuate dhe si rezultati një qasje jo të mirë dhe një qasje jo bashkëpunuese me përfaqësues të biznesit dhe biznesit përgjithësi. Do thotë viti 2025 ishte viti i cili bizneset, prodhuesit dhe tregtarët i nxunë jashtëzakonisht me probleme të njëpasnjëshme. Mund të themi se tronditja më e madhe e prodhuesve dhe bërit biznes ka qenë në vendimet e zerrjes, të cilat e kanë dëmtuar jashtëzakonisht shumë. Dhe kjo është rezultat ku kemi rritjet e importit dhe kemi ramjet e eksportit. Për fat keq kemi humbje edhe të tregjeve të Evropës dhe të botës me produktet madje në Kosova. Dhe njëkohësisht viti 2025 do të bëhet mend si viti i cili nuk ka pasur investor të huaj dhe për fat keq edhe investorët e brendshëm, do thotë bizneset e brendshëm kanë filluar që investimet në tregjet e jashtme të bëhen me numër jashtëzakonisht të madh dhe shqetësues. Në vetë faktin kur në Republikën e Kosovës ka pasur nevojë që të ketë investorë të huaj në Republikën e Kosovës, por jo që investorët e brendshëm të fillojnë që asetet e tyre, bizneset e tyre të mbartin në shtetet e regionit, sidomos në Shqipëri, Maltëzi dhe Maqedoni. Kështu që sa i përket aspektit të bëjt biznes, ka qenë një vit jashtëzakonisht i rëndë, me sfida të mëdha, me pasoja jashtëzakonisht të mëdha që do të na përcjellën edhe vitet e ardhshëm. Nëse lidhe bizneseve, kemi bërë kërkesat e vazhdueshme nga institucionet, kemi bërë kërkesat e vazhdueshme që ka nevojë jashtëzakonisht shumë të bëjnë ndryshimet e politikave fiskale, të bëjnë update ligjet e cilat janë nxjerrur në vitet 2015, 2017, eventualisht edhe 2019, dhe ligjet e cilat tani këtë kohë nuk janë favoritë sa i përket investimeve dhe të bëjë biznes. Po, si Dresha, jo në fakt e krahasuat këtë vit pikërisht me vitet pandemike që jo vetëm Kosova, mirë, po e tërë bota ka qenë një krizë të ngjashme për shkak të situatës e cila vetë si ka qenë e krijuar, mirë, po kësaj here pra ndodh krejtësisht e kundërta. Thjesht menaxhimi brenda shtetit nuk ka qenë i duhuri, edhe si pasojë pra bizneset pra po e psojnë në këtë rast. Ka qenë viti më i keq temi, mirë, po që kohëve të fundit ju e përmendët po ashtu edhe çmimi i energjisë që ka ndikuar jashtëzakonisht shumë. Por prapë po flitet që mund të ketë një rrjet tjetër të çmimit të energjisë. Si pritet që të paktën vitet e ardhshme? Po, vetë fakti kur kemi të bëjmë me politizimin e bordeve, kemi të bëjmë me politizimin e ndërmarrjeve publike, dhe vetë fakti kur njerëzit nuk shkojnë aty bazë eksperiencës, bazë përvojës, bazë meritave, po shkojnë për shkak të emërimeve politike. Ne nuk do të themi që vetëm kjo qeveri, po ka pasur edhe qeveri tjera të cilat i kanë bërë këto veprime, mirë po sa do pak janë munduar që programi i qeverisës të jetë i përfshirë edhe pjesa e ekonomisë. Ndërsa tani ne nuk kemi të bëjmë me politikë, kemi të bëjmë me çdo zën, por jo për ekonomi. Dhe për fat keq do të thotë këto ndërmarrje të cilat kanë shkuar për pojena politik dhe të deleguarit politik, këto bishërbyn vetëm subjekt politik dhe bishërbyn interesave të grupacioneve apo të për qëllime të veçanta. Por vendimet e tyre nuk janë në vendimet e cilat i shërbejnë të bëjt biznes, i shërbejnë ekonomisë, por në përgjithësi i shërbejnë qytetarëve të Republikës Kosovës. Po nga një bord i cili nxjerr vendime antikushtetuese, nga një bord i cili nxjerr vendime që e shkatron ekonominë, dhe nga një bord i cili nxjerr vendime kur prodhuesit vendor si pasojë vendimeve jashtëligjshëm të tyre kanë pësuar remnje, kur mund të themi që ndikon 8% prodhimi ka remnje në Republikën e Kosovës, dhe ky bord po i njëjti po lancon që do të ketë rritje prapë të tarifave të energjisë, dhe kjo i shkon në favor
investorit turk dhe i shkon favor në investimeve të cilat të po i blenë nga ona e Serbisë, dhe do të thotë po e shkatrojnë ekonominë për interesat e 2-3 individeve apo 2-3 interesave të grupeve të tyre. Kështu që lidhja e bizneseve ka kundërshtuar dhe do ta kundërshtojmë fuqisht, në qoftë se kemi rritje të energjisë, ne do të kemi protesta të mëdha, do të kemi bllokim të institucioneve sepse është shkatrim për ekonominë dhe është shkatrim për prodhuesit vendor në përgjithësi, është shkatrim për mirëqenien e qytetarëve të Republikës Kosovës. Ne jemi dëshmitar që kemi rritje jashtëzakonisht të mëdha të inflacionit dhe kjo zbardhehet në shportën e qytetarëve me produktet e tyre elementare. Do të thotë është rritur jashtëzakonisht shumë çmimi i konsumit në shportat elementare të qytetarëve dhe këtë pasojë pastaj kanë edhe prodhues sepse kur kemi rritje të çmimit vjen edhe numri i konsumit dhe si rezultat i zvogëlimit të konsumit atëherë kemi edhe zvogëlim të prodhimit. Kështu që lidhja e biznesit të Republikës Kosovës e konsideron si vit jashtëzakonisht i rëndë të bëhet biznes, si rezultat i mungesës të strategjive politike adekuate dhe si rezultat i vendimeve ose i programit ekonomik në Republikën e Kosovës. Pastaj kemi pasur edhe vendime të dëmshme të cilat mund të themi kemi mungesë të ratifikimit të marrëveshjeve ndërkombëtare kur miliona euro nuk janë ardhur në tregun e Kosovës si rezultat i notave politike, si rezultat i bllokimeve të institucioneve, po ashtu kemi edhe Republika e Kosovës si rezultat i politikave jo adekuate, kemi largim nga dialogu me Amerikën dhe kjo ka qenë tronditja tjetër kryesore mund të themi e të bërit biznes në Republikën e Kosovës, sepse dikush mund të thotë se çka të lidhet ajo me ekonomi, por po sepse në vendit kur ata investorët dëshirojnë që të vinë të investojnë në Kosovë, e shohin Kosovën që nuk është pjesë strategjike politikave amerikane, e shohin Kosovën që është sanksionet të Bashkimit Evropian, atëherë asnjë investor nuk vjen që të bëjë investimet e tyre në Republikën e Kosovës, e mbi gjitha kur institucionet tona çdo ditë deklarojnë që mund të ketë luftë, mund të ketë razira, mund të ketë përçarje ose mund të ketë edhe konflikte mes Kosovës dhe Serbisë dhe askush nuk vjen për të investuar në një vend kur është sanksione Evropës, është i distancuar nga dialogu me Amerikën dhe në një vend kur mund të ketë edhe konflikte, askush nuk vjen për të investuar investimet të tyre për të sjellur në një vend kur këto janë pengesat kryesore. Po, shumë e qartë. Ndërkohë desha edhe një herë të rikthehem aty ku përmendet që nëse do të kemi një shtetjen tjetër të energjisë elektrike, bizneset do të kenë proteste të mëdha. Mirë po, protesta faktikisht nuk ka munguar edhe herën e parë. A mendoni që me të vërtetë mund të rezultojë në diçka konkrete dhe që mundet të rikthehet ndoshta një vendim i tillë mbrapsht? Unë po besoj që ky bordi ZRS mas përfundimit e zgjedhjeve me 28 dhjetor dhe dua të besoj parimeve të cilat kanë deklaruar publikisht edhe subjektet politike se ky bord do të përfundon mandatin dhe do zgarkohet nga Kuvendi i Republikës Kosovës sepse i ka tejkaluar dhe ka keqpërdorur pozicionin e tyre si të pambarë në interes të qytetarëve të Republikës Kosovës dhe këto asnjëherë nuk e ka plotësuar ky bord. Ky bord nuk ka bërë asnjë politikë që e lehtëson sa i përket të tregtisë të energjisë dhe nuk e ka bërë asnjë politikë të cilat do të dikonin në uljen e çmimit të energjisë sepse po të kishim veprime adekuate dhe politika adekuate nga ana e ZRS, do të kemi energji më të lirë dhe do të kemi edhe import të energjisë me çmime më të lira sepse nuk do të varet prej një kompanisë apo dy kompanive, por do të ketë disa kompani të cilat do ta furnizojnë tregun e Republikës Kosovës e do të përfitonin edhe bizneset dhe do të përfitonin edhe qytetarët me tarifat e ulta të energjisë. Po ky bord nuk ka bërë asnjë veprim tjetër përpos veprimeve të cilat po rekomandon që duhet të rriten tarifat, e siç duket e ka keq për kuptuar rëndësinë dhe kompetencët e tyre dhe po mendon që kompetenca e ZRS është vetëm për të vendosur për mi rrit tarifat dhe jo për të bërë politika të cilat do ndikojnë në uljen e tarifave. Po ashtu ne do të ndjekim të gjitha institucionet ligjore, rrugë ligjore për të vazhduar për ta mbrojtur interesin e bizneseve, interesin e prodhuesve, vinë gjitha për ta mbrojtur interesin e qytetarëve sepse qytetarët janë ata të cilët do të ndikojnë në mirëqenien, në ekonominë, në konsumin, në prodhimin dhe në zhvillimin e përgjithësi.
Ne lidhja e bizneseve bashkë edhe me shoqata tjera, me oda tjera, do të ulemi dhe do të shikojmë cilat janë mundësitë më të mira për ta mbrojtur zërin e qytetarëve, zërin e bizneseve, sepse vërtet është shqetësuese dhe nëse merret edhe një vendim i tillë, atëherë ne nuk kemi çka të flasim për prodhim, nuk kemi çka të flasim për tregjet e Evropës, sepse produktet tona janë duke u shtrajtuar, sepse kosto e prodhimit të produkteve tona me krahasuar me shtetet e regionit apo me larg, atëherë është e pa konkurrencën e tregjet e Evropës, sepse çmimi jonë do të jetë shumë i lartë me çmimet e prodhimeve të shteteve të Evropës apo të regionit. Kështu që dua të besoj që ZRE nuk do të jetë mo ajo ky bord i ZRE-s nuk do të ketë mo të drejtë për të nxjerrur vendime apo do të ketë tarifat të cilat këta po proklamojnë. Ne jemi jashtëzakonisht shqetësuar sepse kjo është në farë mënyrë edhe një lloj kërcënimi edhe ndaj bizneseve, sepse po ep një mesazh që pajtohuni me vendimet e tilla sepse ju presin edhe vendime tjera, por rruga ligjore dhe zbatimi i Kushtetuesisë së Republikës Kosovës do të jetë alfa dhe omega i secilit qytetar e mbi gjitha i bizneseve që do ta ndjekun rrugën e tyre dhe vendimi i gjykatës i cili e lajmëroi dhe e demantoi ZRE-n sepse vazhdimisht thoshte se vendimet tona janë në frymën e ligjit dhe kushtetueses, ato thanë qartë sepse ZRE-ja e ka shkel ligjin dhe duhet të shoqëzohet vendimi i nxjerrur nga ana e ZRE-s. Kështu që bizneset që të cilat janë dëmtuar do të ndjekun pandi nga ana e ZRE-s dhe për fat të keq do të dëmtohet buxheti i Republikës Kosovës për vendimet të cilat ishin të dëmshme dhe shkatërruese për ekonominë në përgjithësi. Zotëri Dresha, disa herë përmendet sektorin e prodhimit në Kosovë, si një nga sektorët që po e pësa më së shumti. Janë të tjerat bizneset një gjendje të njëjta apo mendoni që pikërisht kjo më shumë po e pëson? Po ne kemi të bëjmë pothuajse me gjitha fushat e bizneseve të Republikës Kosovës, sidomos prodhuesit që janë prekur jashtëzakonisht shumë sa i përket energjisë, por ne kemi edhe vendimet të cilat qeveria është duke marrë dhe nuk po din as çfarë vendimeve është duke nxjerrë. Për shembull kemi ligjin e tokave apo shfrytëzimin e tokave publike të cilat janë në menaxhimin e agjencionit të pyjeve, kemi dikon mbi 300 kompani të cilat janë në prag të falimentimit për shkak të pezullimit të ligjit dhe për shkak të pezullimit të udhëzimit administrative dhe tani e kanë shfuqizuar një ligj që ishte në fuqi, kanë nxjerrur një ligj të ri dhe ky ligj tani nuk mund të zbatohet për shkak se e shën që është defekt me ligje tjera në fuqi dhe çka ka ndodhur që një vetë janë pezulluar gjitha vendimet për kurthysit, janë pezulluar gjitha vendimet për betonierkat dhe kjo është rezultat i mos funksionimit tani të kompanive të përpunimit të zhavorit dhe shtrohet pyetja, nga po vjen zhavori në Republikën e Kosovës dhe përgjigjja është rritur mbi 100% importi nga Serbia dhe autostradat tona mund të themi me plot përgjegjësi mbi 40% e zhavorit furnizohen nga Serbia për të shtruar autostradat tona dhe rrugët tona të cilat janë duke u punuar në Republikën e Kosovës. Dhe atëherë kur ne bim zall, për me kuptu populli mirë këtë gjuhë, ne bim zall për Serbisë dhe kemi gur të cilat Republika e Kosovës nuk i lën për të shfrytzuar dhe për të përpunuar. Do të thotë këtu kemi jashtëzakonisht shumë probleme të mëdha dhe qeveria e Republikës Kosovës, njerëzit të cilët janë kanë të thirrur për të diskutuar dhe për të eliminuar këto probleme, i kanë mbyllur veshët dhe nuk kanë dashur fare të kenë çësje dhe të komunikojnë që të gjejmë mënyrën sa më të mirë për të gjetur gjuhën sa më të mirë për të eliminuar sa më shpejt këto probleme të cilat varen, do të jenë çështje ditore apo javore për të eliminuar barrierat të bëjë biznes. Si rezultati krejt këtyre gjendja ekonomike është tepër e rëndë dhe si rezultati tyre ne kemi një numër të madh të fuqisë punëtore, të cilë në vitin 2025 e kanë çuar Kosovën dhe sot gjenden në tregjet e Evropës si fuqi punëtore dhe Kosova është përballur gjatë vitit 2025 edhe me në mungesë të fuqisë punëtore, sidomos disa sektori gastronomisë dhe sektori ndërtimit. Do thotë Republika e Kosovës ka nevojë jashtëzakonisht shumë që ta ndryshon çësjen dhe ka nevojë që jashtëzakonisht shumë që prioriteti kryesor i qeverisë së ardhshme kudo që do të jenë ta ketë prioritet ekonominë sepse pa një ekonomi të fortë, pa një zhvillim ekonomik, ne nuk mund të flasim as për një arsim të fuqishëm, as për një shëndetësi apo në sektoret e tjera.
Zotëdresha, ju në falenderoj shumë për kohën që e pati që ishe bashkë me neve dhe për shpresoj që vitin e ardhshëm të flasim për lajme më të mira, për bizneset tona edhe pashtu për një zhvillim të ekonomisë më të mirë në vendin tonë. Falenderoj shumë për kohën. Ju falenderoj shumë si medium për shkak se KTV-ja me të vërtetë është duke bërë një punë jashtëzakonisht të madhe në promovimin e zhvillimit ekonomik, sidomos në promovimin e prodhuesve dhe të bëjë biznes publike në Kosovës.